Në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme me mësim në gjuhën shqipe, me aktivitete të shumta u shënua 7 marsit dita e mësuesit. Manifestimi qendror për komunën e Kumanovës dhe Likovës u mbajt në sallën e ish-komitetit komunal në Kumanov në organizim të shoqatës së arsimtarëve shqiptar në infrashëri Dega Kumanov-Likov. Në praninë e arsimtarëve, nxënësve dhe mysafirëve të shumt, referatin e paraqiti nxënësja Rona Saiti, si dhe fjalë rasti mbajti kryetari i shoqatës së arsimtarëve shqiptar në infrashëri Kumanov-Likov, Samet Jahiu. Nismëtori I lindjes kombëtare shqiptare, Naum Metin Haxhi, me veprën e tij, vëvëtori, I shpalli luftë qartëse të cilat luftonin ngritjen e vetëdijes kombëtare shqiptare. Dhe dalin nga errësira e plot arsimore kulturore ku ishin shqiptarët as në kohë. Perandoria osmane, qartje slavo-greke dhe kisha katolike me sedi në Vatikan ishin në aleancë mes tyre për të asimiluar shqiptarët. Megjithatë, kokat e lëvizura të rilindjes kombëtare me punën e tyre, sakrificën e pashurt,
u vu në balë të kësaj tërhiqje e cila qëndronte si rezis mbi kokat e filmit tonë. Kontribut të veçantë në këtë drejtim dhanë shumë shkrimtarë të letërsi shqiptare në veprat e tyre dhe shkrimet e tyre gazetariske. Këtu, me tekste veçantë, do t'i veçojmë disa veprimtarë të arsimit shqip, si Hoxh Tasine, Vëllezërit Prosheri, Konstantin Kristoforidi, familja Kyriozi, Pajt Konica, Fanstilianoli e të tjerë, të cilët përmes veprave të tyre afirmonin gjuhën shqipe dhe historinë kombëtare. Përndritja më e madhe shqiptare është lidhja e Pilzrenit, e cila përpos luftës për autonominë e Shqipërisë, propagandoi hapjen e shkollave dhe mësimin e gjuhës shqipe. Shkruarja e aktivitetit e saj bëri të veprimtarët shqiptar të ndoronin strategjinë e veprimtarisë për çështjen kombëtare. Shkolla e parë shqipe u hap me iniciativën e një grupi lindasish dhe me përkrahjen e masave patriotike nga Koça, si dhe atyre të Mërgatës. Atëherë, drejtori mësues i parë i shkollës shqipe në Koçë ishte lindasi e patrioti Pandeli Sotiri. Ai ishte një patriot i madh, i cili me vizionin e tij njerëzor e kombëtar bëri të pandërprer për 138 vite të përhapet drita e arsimit dhe ngjarja kulturore e kombit shqiptar. Shkolla e parë shqipe konsiderohet një institucion kombëtar, si nga përmbajtja, po ashtu edhe nga forma. Nga se ishte shkolla e parë laike për nxënës së të gjitha besimeve, didive dhe shtresave popullore dhe demokratike, ku mësimi jepej palës. Si e tillë, ajo shkollë kthye në një vallëtër të edukimit të vetëdijes kombëtare, sepse këtu mbizotronte parimi i kombëtares mbi tasitë fetare. Si për nga përmbajtja, struktura dhe plani mësimor, shkolla në fjalë kishte fizionominë e një shkolle të përparuar, e cila shërbeu si penë për shkollat e ngritura më vonë. Në atë shkollë jepeshin gjendët shkrim këndëm, gjuhë shqipe, gramatik shqipe, historia e Shqipërisë, gjeografi, aritmetik, dituri natyre, edukatë muzike e të tjerë. Përmbajtja e kësaj shkolle përshkroi nga frima patriotike, e cila mbroi nga lëvizja që kishte njollur rinjtja jonë kombëtare, nga edukata e punës dhe dashuria për dije. Realisht, qyteti i Koçës për këtë arsye në historinë kombëtare zë një vend të madh dhe të pakrahastueshëm me qytete tjera, sepse ishte para në këtë drejtim. Pas Pandeli Sotirit, drejtues të shkollës shqipe të Korçës kanë qenë edhe disa personalitete të shquara të kulturës e të arsimit tonë të asaj kohe, si Petro Nini Luarasi, Nur Qinaçi e të tjerë. Në fillimin të viteve të 80 të shekullit 19, patrioti Petro Nini Luarasi në Shqipërinë Jugore hapi 5 shkolla shqipe, por qeveria atëhershme otomane i mbyllën. Kontribut të çmueshëm në hapjen e shkollës së parë shqipe të Korçës kanë edhe Naim e Sami Prosheri. Në vitin 1890, në këtë qytet u hap shkolla e parë fillore shqipe për vajza. Si tekste shkollore të para që u përdorën janë ato të Naim Prosherit, Sami Prosherit, Jani Grekos dhe shënime të përgatitur sipas nevojës nga vetë mësuesit e shkollës. Mësimtorja e parë shqipe veproi 15 vjet, sepse mënimi nacional e gjë u mbyll mizorisht nga kushtuesit, por më vonë sërish u rihap. Shumica atyre që mbaruan këtë shkollë u bën një repart pararoje për ecjen përpara të arsimit kombëtar dhe për edukimin e ndjenjes patriotike në masat e tjera të punës. Këtë referat do ta përfundoj me këtë program. Paçi shëndet e jetë në mësimdhënës të dashur të nderuar. Ju frymëzuat kombin tonë në rrugën e lirisë e të pavarësisë së arsimit shqip, e cila vazhdon dhe duhet të vazhdojë në çdo fazë të jetës. Urime 7 marsin të të vejtë mësuesve. Dua të gjithë mësuesve të uroj këtë ditë të shenjtë 7 marsin, dha Zotit të keni shëndet dhe vetëm suksese në të ardhmen. Urime të gjithë. Mirë se keni ardhur në këtë manifestim, të cilin e ka organizuar shoqata arsimtare shqiptare në Trashik Kuanov Likov. Na keni nderuar me prezencën e juaj sot këtu. Na ju jeni falenderues dhe mirënjohës.
Në fund të theksojmë se mirënjohje ju ndan arsimtarëve të dalluar nga shkollat fillore dhe të mesme të Kumanovës dhe Likovës. Këtë herë u nda edhe një mirënjohje e veçantë për gazetarin në penzion të Radio-Televizionit të Maqedonisë, Nexhat Aqifi, i cili për dekada të tëra kontriboi në avancimin e vlerave arsimore në procesin edukativ arsimor. Pjesë e manifestimit ishte edhe një program i pasur kulturozbavitës me këngë e valle dhe recitime.